Ky është edicioni i 5 i filmit dokumentar të sportit që organizohet nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Komiteti Olimpik i Kosovës ka pas edhe çmime në festivalin botror që mbahet në Milano me filma të ndryshëm, ku shpresoj që edhe ky film i Luanit do të merr merita të cilat edhe i meriton në shumë shpejt në disa muaj që na vjen në festivalin botror të filmit që do mbahet në Milano. Sonte kemi kënaqësinë si thash ta shiqojmë filmin dokumentar Luani në Karrocë dhe dua të falenderoj për kontributin e tij dhe për atë që po jep për gjithë shokët e tij dhe shoqet e tij që janë me aftësi të kufizuar në Karrocë dhe ju premtoj që do ta kenë gjithmonë përkrahjen nga Komiteti Olimpik i Kosovës dhe do të bëjmë gjithçka që është e mundur që ata të kenë suksese në sportin e tyre. Vetëm ndoshta do të japi 2 pyetje që jep dokumentari. Shpresoj që do të vazhdoj, e kem dhënë një hipotezë që i vetmi sport i cili ja kem dhënë botës është boça. E vetmja fjalë që është në botë shqipe edhe është toponim i një sporti është boça, shpresoj që do të jetë kjo është supozim. Kurse një gjë është e sigurt, këta persona të cilët u përmenden është hyrë në vokabularin ton persona me aftësi të kufizuar jo, këta janë persona me aftësi të veçanta. Në rastisht kom qëlluar në sportin e boçës, më falenderit gjithëve që kanë kontribu për me arrit deri këtu. Ky film, po të quhet në emën tem, po unë mas shumë tjellë dedikoj personave me aftësi të kufizuar të cilët me mundin dhe sakrificën e neve do të kalojnë rrugtimin për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare.